Shikues e Vision Plus, përshëndetje. Do të njihemi bashkë me parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti ka qenë i kthellut, me vranësira të pakta dhe kalimtare në majat e maleve, ndërsa era ka flyer me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi 13 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 14 deri 33 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 15 deri 38 gradë dhe në Bregdet nga 20 deri 35 gradë Celsius. Për ditën e shtunë, vendi ynë do të mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Orët me diell parashikohet të mizotrojnë në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa era do të frymë drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi 12 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish 1 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 17 deri 34 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 17 deri 38 gradë dhe në Bregdet nga 22 deri 36 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthelime me vranësira të pakta dhe kalimtare në orët e mesditës. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij pritet të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, të cilat do të sjellin mot me kthelime me vranësira kalimtare kryesisht përgjatë maleve të kontinentit, ndërsa ndryshe paraqitet situata në pjesën lindore, ku ndikimi i masave ajrore të paqëndrueshme do të sjellë mot me vranësira dhe me reshishiu. Tu kemi përfunduar, falenderoj për domonin, bashkë mirë takofshim.